E po, leta nisim këtë shpjegim duke shkatruar një mit shumë të përhapur. Qarkullon rëndom ideja sikur marketingu përmes emailit ka vdekur, por a është vërtet kështu? Absolutisht jo. Realiteti është krejtësisht ndryshe. Ky udhërhyes vizual do të ofrojë një plan të plot, fjalë për fjalë një hartë të detajuar për të nisur nga e para një agjenci të marketingut përmes emailit. Do të zbulojmë hapat e saktë për ta kthyer këtë kanal në një makinë të vërtet fitimi. Është një mundësi fantastike për të parë nga prapaskenat se si ndërtohet një biznes i tillë hap pas hapi. Le të fillojmë. Atëherë, ja çfarë do të mbulojmë sot në këtë agjendë të strukturuar. Së pari, fuqia e vërtetë e emailit. Së dyti, 5 shërbimet që mund të ofrohen. Së treti, aftësitë për një fillestar. Së katërti, si të sigurohet klienti i parë, dhe së pesti, sfidat dhe shmangja e gabimeve. Seksioni i parë, fuqia e vërtetë e emailit. Në rregull. Le të fillohemi në këtë krahasim, sepse është vërtet thelbësor. Asnjë pamje tjetër nuk e provon më mirë se përse listat e emaileve që zotrohen nga vetë biznesi janë kilometra larg më të sigurta se sa hapësirat e marra me qira në rrjetet sociale. Të gjithë e dimë se në platforma si Instagram, TikTok apo Facebook, algoritmet ndryshojnë sa hape mbyll syt. Shtrirja e postimeve mund të bjerë brenda natës dhe platformat vet mund të dalin nga moda. Nga ana tjetër, lista e emaileve është një aset totalisht i kontrolluar. Ajo ofron diçka që rrjetet sociale nuk e garantojnë dot: marrëdhënie të qëndrueshme dhe fitime të vazhdueshme, pavarësisht se çfarë teke do të ketë rrjeti social i radhës. Përtej stabilitetit, marketingu përmes emailit është një kampion absolut kur bëhet fjalë për kthimin nga investimi ose ROI-n. Shpesh ka ROI-n më të lartë nga çdo kanal tjetër digjital, dhe kjo nuk ndodh rastësisht. Nuk bëhet fjalë thjesht për të dërguar një mesazh digjital. Ktu kombinohet mishtëria e shkrimit bindës, një strategji e mirë menduar, psikologjia njerëzore dhe automatizimi. Kur e gjithë kjo bëhet sakt, ky aset ndërton marrëdhënie jashtëzakonisht të forta dhe rrit vazhdimisht fitimet e një biznesi. Kalojmë tek seksioni i dytë. 5 shërbimet që mund të ofrohen. Ktu futemi në arsenalin e vërtetë të këtij biznesi. E para në listë, fushatat e buletineve informative, ose siç njihen ndryshe, newsletter campaigns. Bizneset sot më shumë se kurrë ka nevojë për një strategji konsistente për ta mbajtur audiencën e tyre të angazhuar dhe të ngrohet. Këto dërgesa periodike kanë si qëllim të informojnë, edukojnë dhe natyrisht të shisin. E gjitha kjo mbështetet në tituj emaile shumë të fortë dhe në një komunikim të pandërprerë me ndjekësit. Tani, ajo që është vërtet interesante në këtë pjesë janë flukset automatizuara. Këtu ndodh magjia dhe shpesh, kjo është pjesa më fitimprurëse të gjithë procesit. Kemi të bëjmë me sekuenca mikpritëse për abonentët e rinj apo emaile strategjike për shportat e braktisura në dyqanet online. Këto automatizime fjalë për fjalë gjenerojnë të ardhura 24 orë në ditë, 7 ditë e javës. Pasi ngrihen një herë, ato vazhdojnë të punojnë pa pushim. Është një shërbim me një vlerë monumentale për çdo klient. Shërbimi i tretë është email copywriting, ose thënë thjesht, aftësia për të shkruar mesazhin e duhur. Shkrimi bindës ka një vlerë të pallogaritshme sot. Një email i shkruar bukur dhe sakt arrin të kapë vëmendjen edhe në një kuti postare të stërmbushur. Ai krijon interes dhe e kthen menjëherë atë vëmendje në veprim konkret. Dhe meqense se ky konvertim sjell të ardhura të drejtë për drejta në arkën e kompanisë, bizneset janë të gatshme të paguajnë shifra shumë të larta për të pasur këtë lloj aftësie në krahun e tyre. Më pas, kemi segmentimin e audiencës. Jo çdo blerës është i njëjtë, ndaj jo çdo njeri në listë duhet të marrë të njëjtin mesazh. Nevoja, dëshirat dhe sjelljet ndryshojnë drastikisht nga njëri te tjetri. Zotërimi i kësaj teknike, ndarja e abonentëve në grupe specifike për t'i personalizuar mesazhet në maksimum, është pikërisht ajo vija ndarëse mes një fillestari dhe një profesionisti të vërtet. Kur segmentimi bëhet siç duhet, rezultati është gjithmonë, një numër shumë më i lartë konverzionesh. Dhe shërbimi i pestë bazohet tërësisht tek numrat, analitika dhe optimizimi. Marketingu pa të dhëna është thjesht hamendësim ose një opinion i thjesht. Për të parë se çfarë funksionon vërtet, duhen matur normat e hapjes së emaileve, numri i klikimeve dhe sigurisht të ardhurat e gjeneruara. Kjo lejon bërjen e ndryshimeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme. Optimizimi i tillë mbetet një nga shërbimet më thelbësore dhe më të kërkuara në këtë industri. Seksioni i tretë, aftësitë për një fillestar. Cilat janë hapat e parë të këtij rrugtimi? Le të shohim se si ndërtovit i gjithë ky proces hap pas hapi. Ky është një udhërrëfyes fjalë për fjalë i saktë. Hapi i parë është copywriting, thelbi i të shkruarit për të bindur. Hapi i dytë është zotërimi i platformave të marketingut, si Klaviyo apo MailChimp. Por, mjetet teknike nuk vlen shumë pa hapin e tretë, psikologjinë e konsumatorit. Duhet kuptuar thellësisht pse njerëzit vendosin të blejnë. Më pas vjen hapi i katërt,
analitika për të lexuar të dhënat dhe përfundon me hapin e 5, ngritja e sistemeve të plota të automatizuara. Këto 5 elemente formojnë një kornizë absolutisht të përsosur për cilindër që e nis nga zero. Seksioni 4. Si të sigurohet klienti i parë? Këtu teoria kthehet në praktik. Sekreti i madh këtu, shmangja e zhargonit. Asnjë pronar biznesi nuk dëshiron të dëgjojë fjalë të komplikuara marketingu që as nuk i kupton. Shitja e konceptit email marketing si një term abstrakt thjesht nuk funksionon në botën reale. Ajo që vërtet hap dyert është shitja e rezultateve. Bizneset duan të dëgjojnë për më shumë shitje, komunikim më të mirë me bazën e tyre dhe sjelljen e klientëve të vjetër sërish në dyqan. Kjo është gjua universale e rritjes, e cila kuptohet nga çdo kush. Mjafton të hidhet një sy kësaj felie në ekran për të kuptuar thelbin, pash që nuk keni emaile për shportat e braktisura. Mund t'i rekuperoni shumë shitje të humbura me automatizime të thjeshta. Ky është një prezantim briljant, nuk ka absolutisht asnjë fjalë të komplikuar, është një qasje e drejt për drejt në një biznesi lokal, thekson një problem të dukshëm dhe menjëherë ofron një zgjidhje me vlerë të jashtëzakonshme financiare, kështu fitohet vëmendja vërtet. Për një fillim sa më të mbar, strategjia fituese padyshim është specializimi. Nëse zgjidhet një fushë specifike, të themi vetëm marka të tregtisë elektronike ose vetëm kompanitë e softwareve, procesi i mësuarit përshpejtohet me hapa gjigant. Kuptimi i thellë i klientit ideal dhe krijimi i sistemeve superiore posaçërisht për atë industri e bën shërbimin të pakonkurentueshëm. Kështu rritet dramatikisht vlera në treg. Dhe kalojmë tek seksioni 5, sfidat dhe shmangja e gabimeve. Sigurisht, duhet të jemi realist, ka edhe sfida. Këto janë betejat e përditshme të këtij profesioni. Së pari, kutit postare janë kaotike dhe të mbushura plot. Kreativiteti është mjeti i vetëm për të mbijetuar aty. Dorëzueshmëria e saktë teknike është e panegociueshme, përdryshe i gjithë mundi përfundon në dosjen famokeqe të spamit, dhe jo, nuk ka asnjë formulë magjike. Çdo fushat kërkon testim të vazhdueshëm. Madje, shpesh klientët kanë nevojë për pak edukim rreth kthimit nga investimi për të kuptuar vlerën reale të punës që po bëhet. Pra, pika thelbësore është të mos biem në këto kurthe të zakonshme. Një nga gabimet më fatale është besimi se një dizajn i stërkomplikuar dhe i bukur ka më shumë rëndësi se sa një tekst i shkruar në mënyrë geniale. Është një iluzion. Të dërgosh të njëjtin mesazh batanie tek e gjithë lista pa e segmentuar apo të ecësh verbërisht pa analizuar të dhënat janë lëvizje që shkatrojnë besimin dhe hedhin në plera potencialin e vërtet të këtij mjeti. Në fund të fundit e vërteta është kjo. Bizneset nuk japin para thjesht për fjalë në një ekran. Ata nuk paguajnë për dërgjimin teknik të disa emaileve. Për çfarë paguajnë atëherë? Për ndërtimin e marrëdhënieve të pathyeshme me klientët e tyre dhe për një rritje të ndjeshme të ardhurave. Kushdo që mban mend këtë filozofi thelbësore e ka gjetur çelësin e artë për të ndërtuar një agjenci të suksesshme nga asgjëja. Dhe për ta mbyllur këtë shpjegim, mbetet një pyetje e madhe për të reflektuar nga të gjithë. A mund të quhet vërtet i sigurt një biznes kur e gjithë baza e klientëve të tij flen në një hapësirë të marrë me qira tek në një rrjet social? Ndërtimi një liste të pavarur është mburoja e vërtetë e një sipërmarrje dhe rruga e vetme drejt një rritje që nuk varet nga të tjerët. Ky udhëzues u ndërtua pikërisht për të treguar këtë fuqi të jashtëzakonshme.